Me rastin fjalë është denoncu, është pranu në Policinë e Kosovës të shtunën, për faktin që gruaja ka rezultu 7 zënë, 4 muajsh. Rasti i dhunimit thuhet që ka ndodhur 4 muaj më parë. Qysh shkojnë tashmë procedurat, sepse është rast i ndishëm, bëhet fjalë për një person me aftësi të veçanta, personi në fjalë nuk mundet me fol, në ndërkohë kemi një raportim për një dhunim. Këto janë raste të ndishme. Dhunimi si dhunim edhe ashtu si vepër është e ndishme dhe konsiderohet dhunim kur nuk është dhënë pëlqimi për një marrëdhënie seksuale nga njëra palë. Pala që nuk e ka dhënë pëlqimin, konsiderohet që është e dhunuar. Në këtë rast është ata më ndishme kur dihet që personi është me e dhunuara, e dëmtuara në këtë rast, që supozohet tjetë është me aftësi të kufizuara. Si procedur, kjo edhe pse ka ndodhur para 4 muajve, fillojnë hetimet tani, momentin kur është hap rasti, dhe koha e hetimeve zgjahet përafërsisht 2 vjet, mund të shtohet edhe 1 vit tjetër nëse organet nuk kanë mujt për arsye të ndryshme me vepru. Gjatë tyre 2 viteve, mirën të gjitha dëshmitë, kontrollohet gjendja e sajna e aftësisë për të komuniku, për të shpreh, shiqohet nëse mund nxjerrë ndonjë provë materiale, ndonjë dëshmitar apo diçka tjetër. Po unë nuk mendoj që mund të vim shpejt të një përgjigje për kryesjen e veprës penale, nga se është e rëndësishme edhe ADN-ja e fëmijës. Do shta ma letë kishin me pas organet e rendit dhe ndjekjes përmes ADN-s së fëmijës të vërtetojnë dhunimin që e njëjta ka me shpërfaq, me vërtetu, me arsyetu. Dënimet për këto raste janë të larta. Për një dhunim të thjesht pa pasoja është deri në 10 vjet. Ndërsa për moshën e saj që na nuk e dim cila është, variron. Nëse është në 14 vjet është minimumi 10 vjet, nëse është 16 vjeçare minimumi është 5 vjet, po në këtë rast që mundet me ndodhë ta kenë dhunuar disa persona, në kanosje dhe në gjendjen e saj të dopt fizike dhe emocionale, në gjendjen kur ajo nuk ka mujt me reagu. Në këto raste dënimi me ndin me qenë janë të parapare me legj deri në dënim të përjetshëm. Po se sa ka me mujt me u vërtetu këto veprime, na mbetet vetëm me shiqu. Për mu është pak e dyshimt nështë ose ka më arsye me besu që mund të ketë diçka tjetër në rrethin e ngushtë familjar, që e kanë njohur viktimen mirë dhe që kanë mujt me e keqpërdor. Po se rastet sidomos në rajonin e Drenicës, ka rastet të shumta në raport me rajonet e tjera të këtij llojit.